Shikus ndëruar pe kthej dorën apet ku e pata. Si çdo vend pra ku hapen konkurse për përkrajen e talentave të ri, të muzikës gjithësisht dhe të lamive tjera, edhe në Kosovë u hap pra Kosova Talents, ku tashetutje talentat kosovar do të kanë mundësinë me shpreh talentin e tyre vokal. Ekipi unë ka shkuar dhe e ka vizituar këtë eveniment kulturor. E ndjekim. Pra të dashur miq, si çdo herë në Talent Show, është dhe konkurenti i radhës me numrin 12224, Burim Fazliu. Burim, si po ndihesh ti? Vallai, të thon drejtën pak emocionum, po të këshyrëm tash, çfarë varet për juris. Burim, a e përgatit shumë për me dalë në këtë Talent Show? Po në ato temën më thon po, tash të këshyrëm, juria ka fjalën. Ani pra Burim, suksese, inshallah dhe ata juria të ngujnë ty edhe ecë përpara. Faleminderit. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma, mirë se erdhe në Talent Show. Na si quhesh djelash? Burim Fazliu. Burim. Fillot, çka na ke përgatit për sonte? Mi kum përgatit 2 këngë. Po? Po. Okej. Fillon pa emocione, pa nuk i nevojë më stresu, ato çka e din, na do të tentojmë të marrim maksimumin për jush. A shkojna. O moj dukane, fal, a bënë njerës? Bon, as qa problem. Kam emocione. Emocione? Dija, Burim. Unë po e shoh që e keni ngjyrë të mirë, e keni teknikë të mirë, veç lutem streset me hjek. Po, nuk keni nevojë me pa strese. Shoh qetë ka dalë. Hajde, vazhdo. O moj dukane, puna e mardesh, ta me thane, hej. Prit veç pak, bën veç pak. Burim, ti fillove me o moj dukane, puna e mardesh, ta me thonë. Po. Shiqo, ti je shku edhe ke pa një dukan atje të punu, a i ke thonë puna marë? Jo, veç këm dosh me thonë puna marë. Ti do të mi thonë puna marë, asoj, na të rego pse si ke thonë puna marë, kur e ke pa të punu? Po, del gjarëni, më ka dalë gjarëni, më ka dalë shumë më hëngë. Po, në vërtet mirë është që ka dalë gjarëni aty, nuk e guxu me i thonë puna marë. Atë, vazhda. O në të vogël rreth me gjama, ty rishin 2-3 zona, hej. A bën me që pak? Po. Në të vogël rreth me gjama, aty rishin 2-3 zona. 2-3 zona. A 2-3 zona, më falë? 2-3 zona nuk. Nese, vazhdo jo në të tregoj ma unë pse rretjen. Hadi urme, vazhdo. O aty rishin 2-3 zona, bajshin drica, 2-3 lama, hej. Veç pak më falë. Në gjobërim, që të thash 2 edhe 3 zona, do të më kone sakt, a 2 zona, a 3 zona, ose kur the 2 lama, po 3 lama. Do të me kone sakt, nëse janë 2 zona, do të milon 2 lama. Nëse janë 3 zona, 3 lama, sepse 2 zona, 3 lama, atëherë një lamë po jetë ma shumë, s'po ka zonë për këto. Ose, nëse këtë këngë e shkru në tekst, dalin aty rishin 2-3, nëse e shkru në tekst del 23 zona, edhe kënena del 23 lama. Tash, nuk mujna në kështu të lutëm këtë tekst, tash 23 zona, atër me bo nej simpoziumë për diçka, ose 23 lama, qelëm një shiturët lanë të lutëm me këtë topikas. A bën një tjetër? Nëse ki një tjetër, unë këtë kanë një pikë, ma shumë nuk më me tonë. Hajtë vazhdoj, a ke përgatit qëka tjetër? Po. Hajtë, të lutëm, të në gjëna.
Kur të pash ty në dritare, unë isha në autolarje, qova me i la dy tepia, basha të filloj dashnia. Shumë mirë. Shumë mirë. Kjo këngë është shumë e mirë. Shumë koka emocionuse. Bile, që kjo është trufa? A bënë edhe njerë shkova mi la qëto dy të pjesë, në dëgjone këto, në dëgjone sa mirë është. Shkova me i la dy tepia, basha të... Shumë mirë, bravo. Shumë mirë, kjo, teksti e mirë, melodia e mirë, po mjenë mirë, intonacionin e ki mirë, vija melodike e mirë, tekstin në gjitha në regull. Vesh të regom lutim, a i ke vu videoklip kësaj konge? Jo, hala. Pse vërëm që ke bo dhe kësaj konge videoklip? Nuk e di... Nuk është me problem një videoklip, kush do jep do pare ta ban. Nuk është të thjesht se tekstin e pas ka të mirë. E merë kamerat, i merë del, kur të pash në dritare, del të në dritare, dikun, shkon në autolare, si te pas ke po ato, pe autolare shtu, dritare, dhe normal që teksti është prej që je dashurun. Normal në merë kamerën, e merë pak aty, del pak të stacioni, pak me në motor, dikun ndërtes, pak aty, dhe besoj që del një videoklip i mirë. Pse s'pja bon? Po, shqyqajnë tash. Po një kësoj kong një videoklip, edhe vjen herën tjetër, nuk po të thamë... Vjen herën tjetër, veç përgatitu, du me ta po dhe videoklipin e kësoj kongës. Po. Falenderit. Falenderit. Tashmë jemi duke e pritur Burim Fazliun, i cili sa po kaloi kualifikimin e parë. Burim, si po ndihesh, atë kalun emocionet? Mirë shumë, po, kalun pak kesh edhe aty mrena, po mirë, më rëndësi kalova mirë, u donë knasën juria. Ju pëlqeve shumë juris me sa duket? Po i kryetori juris, po, mirë, u dojë knasën, sidomos me kongën e dy tash, këshirëm në edicionet tjera. Si u ndjeve kur hypen skenë, do shta është hera e parë për ty? Drejtën, po, hera e parë, me thonë drejtën shumë kom pas emocione, po, mirë. Okej, bro, Burim, përshoj që je shumë emocionum, s'po të marrë ma shumë kohë, shpresoj që të kalosh dhe në finale. Kalofsh mirë. Falenderit. Të dashur miq, pranë meje është kandidati 12228, Bujari. Bujar? Mirë Roma. A u lodhe? Jo, fort, po kam emocione se kom e dalë tash para komisionit. Bujar? Kom marrë me andra që kom u bo këngëtar, tash të këshyrëm sonte. Cilat janë andrat e tua? Andrat e mija janë më bo këngëtar. Edhe me bo kësi spotin, me menu kështu ka. Edhe ka të gjeroj spotin e kështu kësi sanësh, dhe me thonë, me kjerë, me gjithë shka. Low ride i thojnë aty në Bujar. Po dyqysh qashtu, se di qashtu, veç këngëtar vëlla më bo këngëtar, më thirë njerëz, më u qërë kë. Bujar, të uroj shumë suksese dhe shpresoj që ta kalosh sa më mirë këtë sfidë që do të përballësh me të. Faleminderit shumë, po kam emocione, faleminderit edhe për juve dhe i përshëndes shikuesit. Kalofsh mirë. Mirë Roma. Mirë se erdhe në Talent Show. Si quhesh ti? Unë jam Bujar Gashi. Bujar Gashi. Mirë. Po, nga Prishtina. Po. I lindën në vitin 1984 dhe në 2014. Bujar, qa na ka përgadit për sonte? I kam përgadit 2 kongë. 2 kongë. Po kam qef më bo këngëtar është. Mirë, ki qef. Po andra jam po. Suksese. Faleminderit, suksese dhe juve. Të lutem mos u streso, nuk i nevoj, qetëso, nuk është me diçka, me nxjerr ato tonën çka ti mundesh me të shiqojmë në çabot. Kam pak emocion. Kongën e parë. Pak po kam emocione më fund. Pse? Qetëso, ani qetëso, që të japëm edhe 10-15 sekunda, qetëso, edhe fillot. Dhe mund që është tash më herët 2 kongë këmë përgadit. Hane, okej. Edhe... Hajde me kongën e parë. Roka mandolinën, dola në obor, o moj cuce vogël, pse s'ma ban me dorë. A bën, veç
veç një minut. Ti, po thuaj, roka mandolinën, dora në obër, apo? Po, zotni, po. Do në ty tash kërkur s'ta ka bo me dorë atje, a din miro mandolinët më spari? Jo, dhe zotni, s'di mirove që ai që ka shkru sefte, ai zërë ka ditë mirove. Amo ai ka ditë miro, po ti do të me ditë, kur të rëksh mandolinën, kur të me knu, do të me ditë miro. Unë s'di, zotni, unë di veç me kalzu. Roka mandolinën, pse për shamën se rok një qifteli, a din miro qitelis? Qitelis, di miro, po... Pse se ke morë që të ras një qiteli, po mandolinën. Allah në shpe e pata veç me... Në momentin që te mërsh instrumentit mi këndu asoj cutës në bërë, do të me pas, do të me ditë miro instrument, po si të këdo, vazhdojnë, asë prishtë, vazhdojnë. Vaj, 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 gishtat me kajmak, o moj cuce vogël, ty jam ba marak. Veç pak, a bon? Shi që, kjo vaj, vaj nuk po di unë ashtë loj zejtini, apo s'po di. Ndëgja. Vaj, zotni, uneve që këm kënu shtu vaj, tash mundet më përdur, qëfar e dusht, ndash vaj të lula, Ndëgja, kam edhe këtu një vretjen tekst. vaj të kjerët. E po. Po s'pëdi E kam tash se... një vretjen tekst, qëret, vaj, 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 gishtat me kajmak. Mas pari, ti e mashkull, djalje, gishtat me kajmak, i kanë vetëm femrat, se ato punojnë kuzhin, ato marojnë torte, marojnë keksa, ashtë ashtu, edhe ato do të mi pas gishtat me kajmak. Ti e burë, ti do të mi pas gishtat me ullje, me kalamaz, vaj, vaj, gishtat me kalamaz, ose me diqka, me nej macin tesha, mi zhyt me diqka, qështu. Ki kujdes në tekst, Po zotni, aj se di o kon... Aj mashkull o kon që ka shkru kongën. Po nuk e di, amo neve, po na del këtu interpretimi kështu. Edhe aj me kajmak se nashta... Ki kujdes që të rere zjedh kangën, se me knu kongë të grave nuk bënë. Mirë, që që, këtë kongë nuk po di që më tonë, që po bojnë. Bujan këtë kongë një pikë, se ka shumë zjedhet që të rrherët një kongë matë mirë, në me tekst ma të kompresum, doj zinit. A bon kongën e Zagrebit zotni me ta knu? Zagrebit? Po. Me zotni nuk është, nuk kem në festivalet të kongës të folduhet, nuk kom, s'kina kona për kongë Zagrebit. Ke përgatit në kongë tjetër? Po kom përgatit, ma ka shkru një tekst një djali i dojës tem. Djali dojës? Po, është kompozitor ma i fort se Beethoveni është. Ma i fort se Beethoveni? Po, po. Po, ka... Beethoveni e ka onë durën në ti. A këtine e ka onë? Po. Shumë mirë, shumë pse, pas ka onë durën Beethoveni. Hajda, Atja nisi? Po, pita. Se kur të mërzitesh ma i vajz, ti mos prit shumë lutje. I thu babës tonë ma i vajz, ti qonë 5 euro mbushje. Shumë kongë e mirë ke. Falënderë zëmi. Vesh ndëgjoj edhe nërë. Që aty kërë the baba jetë 5 euro mbush, ja bënë dhe, vesh ndëgjone. Vesh ndëgjone. Thuj babës tonë ma i vajz, ti qonë 5 euro mbushje. E la e ka kojtë zëtë një, që të sikur ti kërë e ka shumë. Shumë kongë e mirë. Tekstin e mirë, melodin e mirë, intonacionin, krejtë turqisht për kënën, super, super, bravo. Falënderë zëtë një, falënderë. Unë s'kam emocione s'pa mëj. Veç vazhdo qështu. Dëgjo, nëse herën e arshme, e vazhdon, unë kom i nëzirë flokës. Që ta shpi nëzirë veç në qetërën emision, kom i nëzirë flokës. Unë s'moj më me qëndru, mirët. Që ne vjen
edicionin e ardhshëm prapë. Faleminderit shumë. Të dashur miq, Bujar Gashi, konkurenti që sa po ishte në skenë, bëri që Juria të qante. Ta shohim komentin e tij pas kësaj. Bujar, si po ndihesh? Shumë emocionuar se më duket të dash. E kalova këtë farë sfide. Edhe me emocionoj pak ai kryetari i Jurisë se kajti. Po ishte edhe një emocion i veçantë për neve, Bujar. A mund të na këndosh edhe pak për neve atë pjesën që e emocionoi shumë kryetarin e Jurisë? Shumë i emocionuar, përshëndes familjen time, përshëndes krejt ata që më kanë shty me ardhe këtu, përshëndes motrën tem që më ka kuros këmishën, përshëndes vllahun tem që më pa të ble para 2 vjet e këmishën, përshëndes krejt. Përshëndes edhe atë kandidatin që kema heret, po aq si shtini me kajtun, i përshëndes edhe ato krejt edhe familjet e krejtve, votom një mu me numër sot ma caktojnë tash. Bujar, i përshëndesim edhe na dhe stafi i televizionit tonë, për edhe njerë po të thëmë që atë pjesën që ajo ketë diçka e mrekullueshme, apo e këndon edhe njerë? Kur del baba, thuj babës tonë aman, ti qënë 5 euro mbushje. Bujar, shumë faleminderit, shpresoj që të kalosh sa më mirë. Faleminderit shumë shkova. Tung. Përshëndetje Fadel, a mund na flasësh pak për këto emocione që ke ti tani? Kush të bëri ka shumë që të qash? Nuk më jallaj, shumë se më kanë si shumë kongë të mira jashtë. Miq të dashur, emocionet e tepërta kryetari i Jurisë nuk mund të jepte intervistë, shpresojmë që në emisionin ton të radhës ai të prononcohet për kamerat e televizionit Dasma. Bashkë mirupafshim.